to the beginning. Përshëndetje të gjithëve. Si zakonisht do të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio. Madje edhe në kanalin 10 në Digital, në kanalin e Tar TV atje në Digital. Siç e dini, zakonisht të enjteve në këtë program në thuajse 60 minuta ne komunikojmë dhe flasim me personazhe të ndryshëm, kryesisht ato i kanë përkitur në një farë mënyrë jetës publike në vend, por midis tyre ka pasur dhe nga ata që për shkak të profileve të tyre të punës u kanë shërbyer në një farë mënyrë personazheve të jetës publike dhe jo vetëm. Ne kemi patur një përvojë të përbashkët, unë kam njohur atë rreth 2 vite më përpara, kur më është dashur që në një projekt afatgjat në qytetin e bukur të Shkodrës të mirëpriteshin shumë artist, 14 grupe të ftuarve në Shkodrën e 2024 në një projekt që quhej Koncert Vere dhe që shijonin recetat e një djali që kur ma kishin përshkruar mendova që duhet ishte ndonjë burr i madh, pra shef kuzhine 65 deri 67 vjeç mesatarisht, por jo. Një djalë shumë i ri, i cili personalisht mua më ka bërë përshtypje për historinë e vet, të ardhes deri në këtë profil pune, pastaj të idesë për të krijuar një biznes, të cilin duhet ta shohësh dhe si profesionisti, po edhe si administratori. Kam shumë kënaqësi që të jetë në studion e Top Albania Radio sot, Senad Perfati. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Unë kam shumë qejf të folorin tuaj, gjithmonë më ka pëlqyer. Përpiqem të vjedh ndonjë gjë kur komunikoni ju, nuk ja dal gjithmonë Senad, por e kam pjesë të ADN-s edhe unë pak humorin siç e keni ju, kështu që jam shumë e sigurt që do kalojmë shumë mirë bashkë sot. E kemi lënë me Senadin ka 2 vjet për ta bërë këtë intervistë, pikërisht sepse mua më ka intriguar historia jote. Të erdhi keq tani kur thash që unë të kisha menduar diku në 65-67 vjeç? Jo. Është kompliment. Është kompliment në fakt sepse mendon që një njeri që ka arritur disa gjëra nuk mund të jetë një çun kaq i ri. Kështu që duhet ta marrësh si kompliment. Ti ke në restoranti im dhe shumë tavolina italian për shembull që mesin shumë të kënaqur nga ushqimi dhe thonë kena qef me ta ku shefin dhe kur dalun ç'është ky shef kaq i ri? Jo. Kështu që nuk është habi për mua që ke menduar se jam 40, 40, 60 vjeç. A bie dakord ti që shefat e kuzhinës më të mirë në të gjithë botën janë burra, dhe nëse është kështu, pse në shtëpi gatuajnë gjithmonë vetëm gratë kryesisht? Pastaj është rregull me gato gruaja në shtëpi. Po është e vërtetë që kuzhina është një punë shumë e vështirë, nuk është për mundin që ka për gratë, kurse pra kuzhina e restorantit po themi. Puna e restorantit, po ka shumë presion, ka shumë mund, edhe është shumë e rëndë për me bë gratë. Po, për me drejtu, për me bë punë të rënda zgaren, për shembull si tigon është tepër e rëndë, por kurse në kurse shtëpie kemi gatu për familje, për pak njerëz. Është më ndryshe edhe është detyrim si me thonë i grave. Pavarësisht se kuzhina, në gjykimin tim, ka qenë gjithmonë një mënyrë kreative e të bërit të gjërave, përsëri ka dhe ajo një bazë të vetën. Edhe me këtë nuk dua të them që o duhet jesh kreativ dhe original, ose ti nuk intrigohesh ose frymëzohesh nga shefa të tjerë apo kujt diun se çfarë. Që në kur vendos ta bësh këtë profesion Senad, cilët kanë qenë shefat e tu? Shikoje në për YouTube, në për internet, se ti e mosha internetit, net shkretët? Nuk ka, si më thënë, një person që dhe më rrit, nuk mund të ketë një person që s'ka idhull. Gjithë ka një idhull, një piksionim se ku të kanë me arrit. Gjithmonë kur isha në fillimet e mia, edhe tani prap i kam idhuj sepse janë inspirim se jam mund ndoshta sot për dikën që është në fillimet po për mua kanë inspirim. Antonino Cannavacciolo është spektakolar teknikisht, Massimo Bottura, përgjithësi kam qef shefat italian. Normal. Kemi qef kuzhinën italiane, parfumet italiane, modën italiane, arkitekturën italiane, muzikën italiane. Sidomos në Shkodër që jeni italianizuar komplet. Kam shumë kuriozitet për një djalë në fillimet e vite të kuzhinës. Më përpara, kur isha 6 vjeç dhe unë ndihmoja nënën time, kisha qef, po sot vazhdon gatuan ajo, prap.
Po për një çun, për një djalë. Si vjen kjo dëshira për të gatuar? Se duket në fillime, në fëmijëri duket si punë gocash. Këtë ide t'jep. E kuptoj. Unë kam pas gjithmonë qef gatimin, sepse mu më thote i me ma, moshën 6 vjeçare ke ardhë, si me thanë, prej rrugët, dhe më ke thanë, du me ba moltë, se ja kam marrë recetë një kujshis. Ati ka fillu që me kuptu që, nëna e me kuptu që unë kam qef gatimin. Por që kuzhinën e kam fillu në moshë më të madhe, sepse si fillim kam punu si kamarier, kam qenë edhe sportist më përpara, masi dosha kisha mendimin për me emigru jashtë, atëherë hina për me marrë i zanat. I thash, du më ardhë në Gjermani, se kam se si me abo ma këtu. Edhe, më thamu, hine merë i zanat, thamu, sa ne hajde në Gjermani. Edhe hina hidraulik. Me ba në 9 muj kursin e hidraulikut, as i top s'disha me vu. I thash, s'di vla, du më ardhë, në atje, më bëni, du është e zanat. Atëherë pa hi, thash, e marrë pa hi, bëhem pizzajel. Hinë guzhin, tha, dhe pa në guzhinjerë. Pa në mi, thash, ashtu, lini, hina në guzhin. Pra ke hyrë nga halli për të marrë një zanat. Nga halli për me emigru. Jo ndonjë qef të jashtëzakonshëm për të marrë me kuzhinë. Ja, atë mëse e lini gjithë qanë. Unë do ta ndërpres për një moment për një pasazh të shkurtër muzikor, intervistën me Senadin, se jemi edhe në radio ndërkohë dhe kthehemi pikërisht këtu. Nga diçka që nisi në dëshirën ose në nevojën për të marrë një profesion për të emigruar. Dhe pastaj ndërrohet në qëllimin e jetës tënde dhe në pikësynimin për të qëndruar këtu. Kthehemi pas pak. Jemi duke folur për historinë e Senadit, i cili futet në kursin e kuzhinës për të marrë një certifikat, një diplomë, një certifikim për të udhëtuar dhe për të emigruar në Gjermani, në një shtet ku ti nuk shkon dot me duar në xhepa nëse do të punosh dhe do të krijosh jetën tënde. Po pse nuk shkove në Gjermani? Apo do më thuash kush tha që s'shkova? Ja, nuk shkove. Për qef po, për punë asnjëherë. Nuk shkove. Jo. Çfarë ta prishi mendjen? Po, marrova mësej kursin e hina për me ba kursin e kuzhinës, se marrova kursin e kuzhinës dhe prap isha kamarierën, punosha kamarier. Shërbesha me tabake, i buzëqeshun, me shumë pasion, si me thanë atë zanat, edhe në një restoran që punosha, i doshte një punojës kuzhinët, edhe i thamë, po vje ta bëjmë në paradite, edhe mas dite po bëj kamarierën. Po, e fillova kështu, 2 muaj në eta ashtu, atëherë u hap një vend pune të një restorant aty në Shkodër, edhe punova 9 muaj. Për 9 muaj, atëherë pothuajse e kapa, pothuajse komplet praktikisht kuzhinën, po e fillova kuptova. Atëherën prej aty u shputa, sepse paga ishte shumë e vogël, aq paguja parkingun e makinës, dhe i kanë malzi, bane i sezon, edhe nuk u nala ma. Atëherë vetëm seminare, atëherë kuptova sepse ishte pjesë pasioni jetës teme ajo gjë, ose lini. Kjo nevoja thjesht ta ka zbuluar më vonë, po themi pa aty ka qenë ka bashkëjetuar me ty, ka jetuar me ty. Unë jam person që qohem edhe në 4 natës, kur është periudha për me shku në mal, për me mledh Purqini, unë jam ai që kam qef me peshku, me zënë vetë, me kuptu se si të zetë peshku, kam qef mi marrë gjanat prej në zero, mi i batë, si me thonë. Më pëlqen me mësu se si rritet një viç, një bakti, e kam qef çdo gjë nga aja me analizu çdo gjë, edhe kja pasion. Më the që paga ishte e vogël, ore kam dëgjuar që ju kuzhinierët keni paga të frikshme. Ja. Kështu kam dëgjuar. Që nuk dilni nga shtëpia nëse nuk keni po themi 2500-3000 euro pagë. Kështu kam dëgjuar dhe nuk po egzagjeroj. Mbase ndoshta në Tiranë. Ndoshta në Tiranë. Në Shkodër janë referencat e tjera. Pa jam e kam tokë, është mirë. Shika, një kuzhinier i mirë, është, si të thash, është punë shumë e vështirë. Edhe një shef i mirë, një shef që shkan në një restorant edhe ka klientelën e vet, pse mos më avu rrogën vetit. Jo, jam dakord, përderisa si edhe parat me vete, pa diskutim që ka gjithë detën për të përfituar nga ai moment. Por kjo ka kalu një abuzim, sepse del tjetri prej shkollave, prej bankave të shkollave të kuzhinës, edhe shef për shembull sakrificën që ka kalu një shef i mirë që ka emër sa të thot du kaq sa ai. Kjo është
gjaja që gabojnë. Pra, unë nuk paguhem për 5 minutat që bëj sot, po për 25 vjetët që kam mësuar si të bëj diçka për 5 minuta. Më the pak komente më përpara që i ke qef ti prekësh gjërat të vet, ti mbledhesh, ti bësh dhe kështu me radhë. Është për çështje sigurie, është për çështje ta ndjesh, po themi, rëndësinë e kësaj punës deri në fund. Është për çështje që ta ndjesh prej fillimit deri në fund. Domethënë, nëse mua vjen një produkt po çojmë porcini, sepse në 7 orë janë porcinit në Shqipëri, është periudha e Pukës, e Reçit edhe në shumë restorante i binë, si me thënë, për me kriju minutet tyne. Unë kam dëshirë me shku me kërku vetë atje, jo me linë, si me thënë, recetën tek restorantin, po du atje ku fillon ajo gjaja për me një atëran deri te restoranti. E kam si plotësim më shumë se sa si. Çfarë ka ndryshuar, sepse duke të bërë këtë pyetje kuptoj dhe sa i rritur ti ose sa ke ndryshuar ti. Çfarë ka ndryshuar në menun tënde të parë, nga menuja jote e parë deri sot? Sa herë ka ndryshuar menut e tua? Menut e ofruara Te restoranti im? Po, te yti. Unë ndryshoj çdo sezon. Çdo sezon. Po. Për më shumë ruan për shumë receta të cilat kanë rezultuar të suksesshme apo gjithmonë një tentativë për eksperimente të reja? Jo, një bazë e ruj sepse e kërkon shumë klientela, por eci me pjata ditet, që bëj pjata sezonit, bëj pjata ndryshon sezoni, ndryshon, se me thanë, stina dhe aty luj me pjata që kam qefun me eksperimentu. Zakonisht në këto çështje që lidhen me profesionistët, thuhet nuk do shkoj unë nuk do vi populli tek unë, po do shkoj unë tek populli, me idenë do t'ja jap unë atë që është më e mira. Kur vjen dikush, për shembull, kur vjen një kamarier në kuzhinë dhe të thotë, është i tavolin aty, më thotë bëj çfarë të duash. Po. Është kjo më e vështirë? Trisht të mendosh për atë njeriu që është aty për jashtë dhe thotë, thuaj shefit të sajoj çfarë të dojë ai. Jo, kjo është shumë e lehtë. Më e vështirë është kur ke një klient që të vjen edhe në drekë edhe në darkë. Qartë, se do duhet të jesh më shumë eksperimentues për të. Sepse kur e ke 2 herë në ditë, aty ti nuk do t'i japësh 2 herë në ditë. Të njëjtën gjë. Aja është më e vështirë, po kam edhe për aty në klientave që kështu. Kurse kja që të bëjnë çfarë dojnë, kja t'jep siguri edhe t'jep besim, edhe me lënë të kënaqur edhe mos më kanë abuzu, si më thonë, se çaj jep te konsumi. Si provohet një recetë për herë të parë? Pra një recetë e kombinuar, siç ti e mendon, kush e provon? E provon ti dhe kush tjetër? Unë dhe shefi i sallës, dhe menaxheri. Dhe shefi i sallës. A mundem edhe gjithë kamarierat. A mundem të vi një sezon të punoj nuk s'du lek, du vetëm të degustoj këto gjërat një sezon, kur ndryshon ti këto menut. Do të bëj degustatore, vetëm e provoj para. Vetëm e provoj para. Ka një tendencë për shembull për të huajt që vinë. Thuhet shpesh që neve, po themi, restorantin italian e gjejmë në Itali, ato vurstelat diku në Gjermani, dhe thuhet që përse në Shqipëri ka kaq shumë receta të huaja dhe ka më pak recetë tradicionale. Cili është raporti i traditës tek ty me kuzhinën ndërkombëtare, sepse sot në këtë botën globaliste ku të gjithë mund të shkojmë kudo, patjetër që është e nevojshme me qenë mundësia me i provu të gjitha, po si qëndron kjo puna e traditës te ty? Unë kam receta tradicionale, por i kam të revizitume. Masanena, unë nuk e ndaj kuzhinën me komësi. Kjo ndahet, për shembull, është një produkt që ti mund ta gjesh në Malzi, që të më thënë, nuk është e kuzhinës tonë. Mund ta marr një qep, për shembull, të bëj një mishjani me mishin e ulçinit Malzi, për shembull, edhe qepen mund ta gjej aty. Që më thënë, nuk është recetë shqiptare. Mënyra e gatimit është, domethënë, nënat tona që kanë bërë mishin jani, unë kam mundu me revizitu. Trendi i turistëve është për me provu kuzhinën tonë shqiptare, kurse tregu këtu nuk dën me provu kuzhinë shqiptare, dën me eksperimentu. Edhe për ne, ndërkohë që ne më shumë punojmë me vendas dhe sigurisht do të japim prioritet atyre.
vendasit kanë qef me hangër i ravioli i kapeletit mirë. Ata janë kuzhinë italiane, dihet. Edhe me hangër një mish të mirë, për shembull, edhe me mish në emra të famshëm si rubia gallega ose wagyu japoneze. Këta që kështu je të ru me ju përballë tregut, me ju përshtat tregut se çka kërkon. A ka fund kjo punë Senat? Pa fund është. Kjo është një punë, një pikë mes oqeanit dje. Gjithmonë dalin trendet e reja, gjithmonë dalin teknikat e reja, gjithmonë dalin inovacioni është vetëm përmirësim. Një bim, një erëz mund të ndryshojë gjithçka, po themi në kombinimin e një recete të caktuar. As diskutohet. Ta nxjerr një gjë krejt tjetër. Po vetëm shijon dhe provon një shef kuzhine, a ka kohë ai të ushqehet, a ka kohë një shef kuzhine të ulet me thik, me pirun, me pecet përpara, edhe të ri në një tavolinë. Vetëm kur është i ftuar për dasmë. Vetëm kur është i ftuar për dasmë, dhe kjo ndodh rrallë sepse zakonisht çoni njerëzit e familjes sepse vetë jeni në punë. Kthehemi pas pak me Senadin për të gjithë juve që po na ndiqni në Top Albania Radio dhe në Tar TV. Po flasim për kuzhinë, po flasim tani do flasim fakt edhe për kuzhinën si trend dhe si mod. Se ndonjëherë bëhet kështu si lokacion, nëse vizitohet nga shumë palë njerëz, ai shndërrohet si një lokacion dhe nuk ka më rëndësi se çfarë ofrohet, po e rëndësishme është që të bëhet një selfie, një check-in, një tag që ndoshta biznesin mund ta ndihmoj për marketingun patjetër, po që emocionalisht pasi të na shpjegoj Senadi si është e gjitha kjo. Kthehemi pas pak. Aty ku e lam bisedën para pak momentesh, po thonim që ndonjëherë disa vende shndërrohen në destinacion. Dhe sigurisht për ta shtëruar këtë vend në destinacion kërkon një punë me marketingun më përpara, se deri tani ishim duke folur si shefi i kuzhinës, po tani do duhet që përveç se të gatuash mirë në kuzhinë, ato pjatat edhe ti blej dikush tjetër, në që vjen si klient, se ndryshe çfarë kuptimi ka. Dhe në një vend ku jeta konsumiste është shumë e lartë, Senat, do të thënë këtu ka bare dhe restorante. Pra kryesisht edhe farmaci, falsa rroba, ka dhe farmaci dhe parukeri, ka mjaftueshëm. Pra ku mbihet si kërputa pas shiut shumë. Cilat janë ato hintet për të shkuar, për të qëndruar më përpara, se ka sa të duash dhe pse duhet të shkojmë diku dhe jo diku tjetër. Unë shoh këtë vështrim. Restorante ka gjithkund, si tha edhe ti, por jo të gjithë janë të suksesshëm. Jo gjithë kanë me kanë hit in, jo gjithë kanë me kanë me pjata të veçanta. Për me kanë i veçantë dhe i suksesshëm është me ndaj drejt. Me pas materialin më të mirë në kuzhinë, me pas shërbimin më të mirë në kuzhinë, me pas marketingun më të mirë që është zemra e tregtisë. Marketingu është baza normal. Por që sa për shembull Nusret me kryp është bëj famshëm. Sepse cilësia e mishit ka një maksimale, shihet kanë një maksimale, nuk munden me shku për te, a din? Për te kulmit, për te majës. Por që dikush bëhet me kryp, dikush bëhet të dhënë recetat. Për shembull unë kur bëj një ushqim mirë, unë kam wow. Wow, dike wow. Edhe gjithë aty kur kaloj për shembull për me shku në punë, bueno, wow. Tani ke një pyetje kam dëgjuar, kam të dëgjuar këtë, se nuk është se e dita tamam, po për shembull kam dëgjuar që këto vajzat e djemt që e kanë targetuar veten e tyre si njerëz me ndikim, shkojnë për shembull restorant në restorant, bar në bar, edhe krijojnë kështu marrëveshje që të vim, të marrim pa pagesë shërbimin dhe pastaj të bëjmë reklama nëpër rrjetet sociale dhe kështu me radhë. E ke përdorur ndonjëherë këtë formë? Ja, nuk i di, nuk kam ra, por unë miqtë edhe shokët i respektoj normal. Kjo është një histori tjetër. Pra nëse unë vi në restorantin tënd, edhe ti ke qef që unë të mos e paguaj atë ditë, kjo është një nder që më bën ti mua. Nuk është një bisedë biznesi që bëj unë me ty. Nuk kam qef kështu, unë kam nëse kam përdorur për shembull influencer, e kam me pagesë, jo. Okej. Në mënyrë që ai kur të vinë në restorantin tënd, të paguaj. Sepse kjo është ideja, që nëse s'paguaj, unë s'do paguaj as ai dhe kështu me radhë. Pra ka influencerat të cilët kanë marrë pagesën dhe pastaj janë kthyer në një restorant që të paguajnë shërbimin e tyre. Më vjen mirë, ose kanë vrapuar tek tjetri, sepse një nga problemet më të mëdha të influencingut, unë mendoj që
ato sa po ikin nga një restoran, të nesërmen kanë reklamuar një tjetër, të nesërmen një tjetër, të nesërmen një tjetër, pa i dhënë kohë një brendi të marketohet, se dakord, ata do jetojnë, nuk janë ekskluziv të Senatit apo të Kozetës, por e bëjnë shumë shpejt, ndonjëherë e bëjnë edhe brenda ditës. Prandaj 90% unë e bëj vetë marketingun. Preferoj me e bë vetë, dal në çdo video unë punoj vetë, e din 12 orë në kuzhinë, por që kam pas qef me tregu, si me thonë, recetat edhe ambientin edhe elegancën, e din sa elegancë është ambienti aty jemi. Edhe kam pas qef mi ba vetë gjitha. Edhe kam tregu edhe në videot e mia sa real është çdo gjë, sepse unë nuk kam përdor as në një video, as në një postim për shembull aparat profesional, nuanca, gjana, ashtu si e ke në foto, ashtu e gjen edhe aty. Kur vjen për me, nuk është se e ke, si me thonë, përqëmerin maksimal edhe po shgënjesh. Le ka herë mund të surprizohesh me shijet. Ndoshta edhe mënyra se si komunikon, Senatin po aq sa e sheh brenda, e sheh edhe jashtë. Pra ti takoj njerëz, të përshëndes ata, ti sa i dis themi ne, nuk e di si thoni ju atje. Dhe kanë vënë re që artistët të kanë me qef shumë. I ke parë dhe ata si një, nuk është kjo fjala e dur Senat, po si një karrem, jo për të thithur klientë të tjerë, por për të transmetuar besueshmërinë. Po, se di, unë kam shumë miq, shumë shok, shumë shoqe që janë të televizioneve, të showbizit, por nuk e di, mund të kenë ardhur natyrshëm, nga që preferencat i kanë pas politikant për me u shërby, edhe se di ndoshta se i kanë ardhur natyrshëm. Efekt domino, që nëse ky njeriu që ka para ose që ka një farë standardi shkon aty, diçka duhet të jetë, kështu që po shkoj dhon atje. Trendi për të cilin folën pak më përpara dhe shumë mirë se biznesi i shërben. Duke qenë se ti e ke nisur këtë punë që nga fillimi, pra ke shërbyer me tabaka, un kam përshtypjen që ti di të shesësh shumë mirë, po themi pjatën më të mirë ose recetën më të mirë, ose atë që do t'i të shesësh sot një herë në fund që ndoshta nuk është më e mira, por që ti do ta shesësh sot. Kam përshtypjen se marrëdhënia jote me staf duhet të jetë një çik s'duhet të jetë rriqe ose kput, është vetëm tërhiqje. Grihesh me ata djemt atje. Pikërisht u anjë edhe atyre profilin e punës. Unë qysh se kam pas në plan me hapë restorantin tem, e kam pas, shika, në një ambient që ka negativitet, vetëm i Zoti mundet me futat frym. Edhe në një vend që ka pozitivitet, që ka harmoni, që shkon si familje, vetëm i Zoti prap mundet me futat. Unë kam mendu gjithmonë me pas një ambient që mu përfol, kur kam mbyll, si me thënë, kontratën me ambientin, kam thënë që shika, mrenda shumë pak viteve kam me ta njoft, si me thënë, jo vetëm Shqipnia këtë ambient, por edhe Ballkani, edhe ashtu, si me thënë, doli. Edhe gjithmonë kam pas qef që ambientin, grupin, stafin me kenë si familje, jo mi pas si raport punëdhënës për marrës, shefi. Në fund ditës jena shok, në fund ditës se ma ndalim në fillim ditës dalim të gjithë për një mision që me bë një performancë spektakolare edhe me gëzu shumë zemra, sepse ushqimi të dinë se sa i rëndësishëm është për njerëzit. Edhe 50% e lumturisë është kur ushqesh edhe kur deli lumtën prej restorantit. Që kështu kjo është, si me thonë, moteja jonë, edhe stafit tem, edhe jam shumë falenderues sepse Allah ta bën një punë të jashtëzakonshme. Do të bëj një pyetje. Si ke shpenzuar lekët e para që kanë qenë më shumë se që e mësuar zakonisht? Pra, kur të ka rënë dorë një shumë parash, që ka qenë ndryshme nga pagat e vogla të kamarierit, pagat e vogla të punonjësit të kuzhinës, nuk e din, me parat e para që ke thënë, të mijat janë këto? Çfarë ke bërë? Shika, unë kam pas një jetë në privat një shumë të vështirë. Edhe gjithmonë jam me kam tokë, edhe gjithmonë jam
me ecë përpara. Unë gara një sezon të mirë që kam pas, unë kam mendu gjithmonë me hap biznesin tim, sepse unë kam kenë punëtor të dikush tjetër. Edhe nuk kam pas kur qef, si më thonë, me kriju brendet e dikuj tjera, apo mirë, po kriju brendet e mia. Edhe kështu gjithmonë kam pas synimin që me ba investimin tim. Edhe ata lek i kam çu për investimin e biznesit tim. Po për atë para që ke fetuar nga biznesi yt. Pushime në Dubai me nuse. Dhe pse pikërisht Dubai si destinacion? Po se kisha po asnjëherë. Se kisha parë asnjëherë. Prandaj them se zakonisht kur vijnë këto jetët e vështira edhe kur bëhen ca para që ndoshta në një moment të kaluar tënde as nuk e ditur ti numërosh se të ngatrohet llogaria e rrugës, ka njeriu dëshirë të bëj të plotësoj ëndra nga e kaluara që tani mund të kesh shumë të prekshme. Unë e di që të bësh biznes sot në Shqipëri nuk është gjë më e thjeshtë në botë, pasi ajo torta e famshme që ka taksën, të vëshën, qeran, sigurimet, punojësit, e në fund ngel ajo maja e pirunit. Ka edhe as pak, por s'ka, unë jam shumë i lumtur sepse vend e kam kthy në një destinacion, më thonë që nëse ti përmend Shkodrën, ti e din se kush është aty, për me do është me ushqy mirë, edhe mësaj pjesa tjetër vjen avash. Kur e kthen kohën pas. Po. Tani. E pa besueshme duket. Sa vjet të bën? Sa vjet të bën? Prandaj është shumë shpejt. Brenda 10 viteve. Për 10 vjet. Po. Sa vjeç je ti senat sot? Unë 34. Pra 24 vjeç njëri që ndëron të bëhet i pari. Nga të vjen kjo dëshira dhe burimi për të qenë i pari? Ke qenë i pari në shtëpinë, familjen, fis? E ke dashur vëmendjen, e ke dashur, e di që e ke pasur jetën e vështirë, por ëndrat pa lek i kemi brenda nesh. Unë jam i dyti, unë kam dhe një vëlla më të madh. Jo, i pari kuptimin e liderit, jo vetëm të Unë kam një vëlla më të madh, ata kam qyrë si ill gjithmonë edhe tash e qyre, jeton në Francë, përshëndes e du shumë. Por kjo është egu personale. Unë edhe kur lusha top me te ishte futbollist, ka kënë talent. Edhe kur lu kisha qef me fitu, po se unë s'isha për atë punë. Kisha qef me fitu, do shumë e mujtë, që kisha është egu personale. është personi që unë edhe kur du me hi me pastru shpinë, për shembull, llomen në xhumin, du me e bëa xicë, kështu ingje për ingje, si xhamës me lan. Sepse është vetë natyra e njeriu që ka qef një gjë, kur ta marrin me e bë, o me e bë mirë, o mos me bë hiç. Dhe ndodh për shembull që të takoheni në për shtëpi apo kur ka një sebeb, hajde tani aty tek restoranti se do të mblidhemi në për shtëpi. Apo të pëlqen ideja e shtëpisë? Po s'bëhet fjalë kur ftet ikën për drek, thonë, "Ma mirë shkojmë te restoranti." Sepse në për shtëpi është e sigurt që e parë nuk do gatuash ti, do gatuaj dikush tjetër, dhe e dyta nuk e kanë lirshmërinë e restorantit. Në shtëpi ta harrojnë. Nuk preku gjë me dorë. Po mëngjes kur çohesh mëngjes, çfarë bën? Si ha? Ç'a ha? Avokado. Atë që s'ka vetë gatuar që është e gatshme. Avokado. Shika, shefat e kuzhinës ose kuzhinjerat janë personat që unë drekën e mylli edhe me buk, djath, domate, bastan, verës. Shpejt. Verës. Tranguj, si thoni ju, kastraveci thujmë. Kja është dreka e një kuzhinje, sepse aromrat aty e kanë ngopur. Edhe impenjimi për me dal pjatat aq të mira edhe perfekte, ka herë harron për të zhyrë vetë. Po me klientët gërnjar, unë jam e sigurt që çdo njeriu i qëllon që të takoj një gërnjar në jetën e vet, që nuk i pëlqen asnjëherë asgjë. Apo që ndoshta edhe ti mund mos kesh qenë në performancën tënde më të mirë, nuk po them që e ka gjithmonë naiv fajin, mund ta kesh dhe ti. Po si e mban këtë raport, si e rregullon këtë raport? Jam i buzëqeshur. Unë e kam fillu me fitu edhe atë eksperiencë, sepse në fillim e vusha bajagi këtë fenomen, sepse ka shumë njerëz që jo vetëm tek restoranti im, por në gjithë restorantet e botës. Ka një gjë për të thënë gjithmonë. Po, jo, në gjithë restorantet e botës ka kështu njerëz që shkojnë për me gjetë një tmet, jo për me e shiju edhe më knaq.
ata vinë ashtu e kanë natyrën, a din? Edhe unë me buzëqeshje i pres me buzëqeshje i përcjell që kështu kur nuk janë të kënaqur me vetin, s'kan si mu kënaq me atë që ofrojmë na. Në ndërhyrjen e parafundit, edhe kthehemi bashk sepse limitet e kohës radiofonike dhe televizive ikin ngadalë, por kemi ende disa gjëra të tjera për të folur me Senadin, kthehemi pas pak. Në 10 vite gjithë ky ndryshim i jetës, a je i martuar ti Senad? Jam i martuar. Je i martuar, je lumturisht i martuar. Do e thoya sa me fat është ajo, po. Ajo prap vezët në mëngjes vetë do i bëj, domethënë se nëse i hahet ndonjë gjë thuhet vite restoranti se kaq. Por quhet me fat, sepse mund të ketë gjërat gati. Nga shtëpia vjen aty edhe nuk keni nevojë as të investoni nëpër kuzhinë, as të bëni aroma nëpër kuzhinat e shtëpisë, sepse përfundon gjithçka në restorant, jemi krejt në rregull ashtu. Në fakt është e kundërta. Jam unë me fat që kam një bashkëshorte të jashtëzakonshme për krah dhe është me fat me pas një njeri të tillë. Sepse je shumë orë larg shtëpisë, domethënë Senad, domethënë ti më shumë si aty se je. Puna jonë është një punë që ka orar të zgjatën edhe 90% e këtyne punojnë se kalojnë në për divorce dhe sepse varet ke kanë për krah. Kurse unë kam bashkëshortën të mirë kuptueshme dhe faleminderit Zotit e kam biznesin afër shtëpisë dhe kur mërzitet vjen takon aty dhe edhe kam luksin në më u shkput sepse unë jam biznes tem kur kam oraret e lira ose që ke mundësi të shkosh. Mundohem me përkushtu bashkëshortes. Se di pse në ëndrat e tua mund të flerë për shembull një linjë restorantesh. Ka ndëruar ndonjëherë të kishe atë emrin kudo në disa restorante. Baj se në të përfati. Po pra, baj. Po kur hapet biznesi i parë. Vjen oreksi duke ngrënë, si në kuzhinë. Kështu ideja është, por avash. Ngadal. Nuk jam ai që hapi dytin në Shkodër prap normal. Sigurisht jo, shkuptim do kishte. Ti bësh konkurrencë vetes tënde brenda për brenda. Po kur shkon në një restorant të kolegët të tu, në jug, në veri, në Shqipërinë mesme, në Shënësika, jashtë, ikën me idenë për ta shijuar, ikën me idenë për të kapur tmeta, jo për të kapur me të, po thjesht ndoshta për të përmirësuar veten në një tmet që shet diku. Iku edhe mund iku për me shiju edhe mund të marr gjithmonë edhe sa më shumë që jo vetëm unë, por edhe një person, një kuzhinier tjetër që mund vinte unë ose një koleg, si më thonë, sepse është bashkëvujës i imi i kuzhinës. Gjithmonë mundet me mësu një gjë, një teknikë ose një shije. Ne nuk jena perfekt asnjëri, edhe kuzhinieri më mirë në botë mësan prej më të thjeshtë ose edhe për një punëtorit që ke në kuzhinë, si më thonë, një shef i mirë do të më kanë me marrë më të mirë në gjithëve atë, jo me thonë jam unë. A ka garë midis kuzhinës, sepse unë gjithmonë kam menduar që kuzhina është shije, pra mua ose më pëlqen dora jote ose nuk më pëlqen, por nuk më pëlqen mua. Kjo nuk do të thotë që ti je më pak i mirë se dikush tjetër. Po ça thumë në kuzhinierat janë mozi se jo, e di që janë, po a mund të ekzistojë kur ushqimi është shije? Ka garë, në kuptimin e kanë personal atë me një tjetër, në kuptan, po varet të personë, normal. Ma gjeti një kuzhinier që lavdon një kuzhinier tjetër. Ose i këngëtare që lavdon një këngëtare tjetër. Aty thotë zemër shpirt, sa këtë kurisi do të thefsh qafën në shkallën më të afërt atje. Mos dalsh në skemë, tu grist fustani aty. Ku ka performancë, ka garë, normal. Ku ka garë, ka ego, ku ka ego. Normalisht që unë personalisht kam marrëdhënie të jashtëzakonshme i kam miq që kam shok gjithë kuzhinierat. Ti do të kesh shumë i vogël në kohën e Masterchefave të transmetuar nëpër televizione këtu se nëpër botë janë transmetuar më përpara, po. Se kisha fillu kuzhinën kur ka dalë Masterchef. Se kisha filluar. Por po ta kisha filluar do ta rrezikoje për shembull një përballje ashtu televizive apo do të kompleksonte? Jo, s'po. Jo. Dallohet kjo gjë, ja. Nuk është se më kishte kompleksu, por
Qërse ka me kanë real për shembull gjykimi, pse ja. Nuk i beson gjykimeve. Por e kam, i besoj gjykime, okay. Por nuk është me hi njëri, po. Jo, tani, ti je shef me emër, unë po flas në ato vite kur kandidatit ishin të rinj dhe po kërkonin të gjenin vendin e tyre në tregun e shefave të kuzhinës. Po, me shumë kënaqësi. Për kastin që ka kanë njëri atëherë me fundimin e me Sokolin i përshëndetje i kam shumë miq. Po, super. Atë ka ndodhur ndonjëherë të thonë shiko se na mbyllë këtë tëndin një 2 muaj dhe ja në sezon në Bjalë, Sarand, Himar, ku e diun. Plot. Malzi e kam. Malzi. Po, super. Nga që kete përvojnë më përparshme atje? Atje, po. Atje kam më njohje, më terren, duke qenë se të ke punuar atje. Po. Të ka shkuar ndonjëherë në mend? Të ka joshur ndonjëherë? Për çdo verë më thonë kështu, po jo, ka kryj puna desh. Tani? Nuk. Jam i penjum, bizneset e mia, kam myll, unë mundem i bë një ekip, mi i bë linj punet, po. Jo për me shku me harxhu djersën time me mua. Nëse do të jepi mundësia të nisje nga fillimi, do bëje sërish të njëjtën rrugë? Pra, me këtë dua të kuptoj, angece te kuzhina dhe pastaj mësove rrugës që e deshe, apo nëse kthesh pas në kohë, ndoshta ka disa pengje që po ti kishe provuar, ndoshta jeta jote do ishte ndryshe. Unë e analizoj. Me këtu nuk di. Humorist nuk di, ne kena humorin gjak, po nuk di. Shumë men mund të jem, po jam në këtë formatin e kuzhinës. Vetëm gjë që di me bash, di me gatu. Kështu që do përsërisi të njëjtat historira gjithmonë. Është rrugtimi për mu më i gjetën, sepse ndjej një mirë kur gatuj edhe kur jam në kuzhinë, nuk është se e kam presion ose e kam si me thonë duhet me bë këtë punë edhe. Ke një recet kal beteje ti Senad që për asin në mëng. Ky është asi im në mëng. Një recet që e ke më për zemër, që e konsideron si më të preferuarën tënde, ndoshta jo më të kërkuarën në desha me thënë në publik. Në klient, në konsumator, po që ti e ke thua, këtë e kam kombinuar unë dhe kjo është kryearritja ime në këtë kombinim që kam bërë. Jo, kam shumë receta që janë, si me thonë, recetat e mia. Nuk është se kam një, por nuk është se, si me thonë, jam i përqendruar vetëm. Pa, unë kam shumë, edhe amelcina për shembull, është një amelcinë që më pëlqen shumë, që e bëj me shumë qejf, është musa me kamomil. Normalisht me ju përshtat dhe vendit, sepse Tarabushi ka pas shumë kamomil, ka shumë kamomil edhe kena përzgjell. Është dhe një sorbeto. Sorbeto që është pak si më veçantë nga sorbetet e tjera që ne jemi mësuar të është akullorja me tartofe, shumë gjana tjera. Dhe për shembull tash kam qit një risotto me scampi, edhe me reduksion të kocave, të krenave të skampit komplet, dhe më thënë esenca e skampit sipër, është një gjë është interesant të lajm. Na pëlqen shumë, na erdhi dhe uria se është dhe kjo ora tani. Se na më falenderoj shumë që ishe këtu. Uroj që ti përshëndet edhe tua realitet, edhe të tjerat që mund të kesh. Edhe të japësh njerëzve po aq kënaqësi, sepse e kemi thënë humori i famshëm si quhet i serotoninës, së pari vjen i lumturisë vjen nga stomaku. Faleminderit që ishe këtu. Ishte kënaqësi edhe për mua, edhe jeni më të mirët. Faleminderit shumë, mirëgjeshëm. Ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat edhe sot. Ne do të shihemi, do të dëgjohemi sërish sot një javë në Back to the Beginning. Mirupafshim dhe miru dëgjofshim.